Bashkia e Shkodër përmes shërbimit social vijon të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për 27 familje të komunitetit rom, të cilat janë të strehuar në kontenierët funksional. Specialistja e shërbimit social Fatmira Kraja theksoi se ky komunitet ka qenë gjithnjë në vëmendje të veçantë, ndërsa aktualisht po punohet për rikthimin e furnizimit me ujë të pijshëm, i cili është ndërprerur për shkak të ndërhyrjeve të paligjshme të vetbanorëve. Për sa i përket ujit të pijshëm, këtu realisht është një zonë informale ku uji faktikisht u është me shpim dhe sa herë këto kanë pas faktikisht problematika të pjesa ujit, këtu është mundësu çdo herë teknik për ndërhyrjen e ardhjes së ujit, pavarësisht që ka pas ndërhyrje të paligjshme ndaj tynëve, që kanë bë ndërhyrje për të pjesa e pompës të furnizimit me ujë. Gjithashtu ajo komentoi edhe ngjarjen e ndodhur pak ditë më parë ku 3 kontenjerë u përfshin nga flakët, duke sqaruar se fatmirësisht nuk pati pasoja në njerëz dhe se strukturat përkatëse janë angazhuar për të ndihmuar këto familje në nevojë. Familjet janë sistemu deri në moment të dytë, janë sistemu që momentin që ka ndodhur zjarri janë bë sistemim të menjëhershëm. Vetbanorët nga ana tjetër kanë pranuar se Bashkia e Shkodër ka ofruar mbështetje të vazhdueshme sidomos në aspektin e furnizimit me ujë, por kanë pranuar edhe abuzimet e brendshme që kanë çuar në probleme të furnizimit në depozitat rezervë. Pompa na e sjell ujin mirë këtu. Cisternat po mushen me ujë. Se si harxhohet, Zoti e merr vesh se si e harxojnë këta. Komshit lagjes. Se si e harxojnë ata e din. Se unë 5 iki në 7-8 darkës vinë shtëpi unë. Kërkoj ujë në ato orarë tu, nuk s'kam ujë hiç fare. Sepse arsyeja është, më falni, se çka i dha atje. Sa shohin që është pak ujë atje, hapin atë, e shpërdorin ujin, edhe të tjerë s'kan. Ne kaq kemi i thu njëri tu, ashtu duhet të shtëpia ime është. Po shtëpia ime. Prandaj nga bashkia nuk qahem. Jo unë, po asin nuk qahem nga bashkia, i falenderoj. Qartë të qajemi kot, një gjë e vërtet që është, e vërtet duhet me thonë. Ujë ka pasur, po jemi shumë veta që shkojmë me hapi, me mbyllim qesë me neve dhe nuk ka ujë. Kraja theksoi se përveç strehimit, të familje janë ndihmuar nga Bashkia e Shkodër me veshmbati, medikamente dhe artikuj të tjerë të nevojshëm si pjesë një strategjie të qartë sociale për të ndihmuar këtë shtresë të marginalizuar të qytetit.